Fillojmë pa humbur kohë, do të shkojmë në Vlorë, do të marrim detaje dhe informacione pas ekzekutimit në orët e para të mëngjesit të së dielës të Renato Hoxhaj, 58 vjeç. Do t'i marrim këto informacione nëpërmjet raportimit të parë për ditën e sotme me kolegun ton në qytetin e Vlorës, Armand Xhelili. Përshëndetje Mandi, teksa Report Televizion ka siguruar edhe foton e autorit të dyshuar të ekzekutimit të 58 vjeçarit, por dhe të një personi tjetër cili e ka ndihmuar. Pra, nga ana e policisë është identifikuar autori? Po, përshëndetje, në fakt sikur se tha dhe ju, policia e Vlorës ka arritur që të vënë në pranë nga një person i cili është pjesë e grupit që mori pjesë në vrasjen e 58 vjeçari Renato Hoxhaj të ndodhur mëngjesin e së dielës. Autori i cili është me maskë nuk është identifikuar ende nga ana e policisë së Vlorës. Megjithatë, është arrestuar një person, sikur se tha dhe ju, Elis Mehmetaj nga Tropoja, i cili mendohet se është pikërisht personi që ka ndihmuar autorin të largohet me automjet. Kjo gjë është konfirmuar nga ana e policisë së Vlorës pas këshyrjes së kamerave të sigurisë dhe ndjekjes së kamerave të sigurisë që nga momenti në cilin autori është larguar apo edhe në momentin në cilin personi në fjalë ka arritur që ta marrë me automjet dhe më pas të tentojë ta nxjerrë nga qyteti i Vlorës. Ndërkohë që sipas policisë, personat kanë tentuar të bëjnë një divergjencë duke ndruar targat gjatë rrugës të automjetit në cilën është ndihmuar autori për largimin, pra në momentin në cilin është marrë autori ka qenë me targa tjetër, ndërkohë që gjatë largimit nga vendi i ngjarjes për në destinacion tjetër janë ndërruar targat. Elis Mehmetaj, 37 vjeçari, i cili është vënë në pranë nga policia e Vlorës me origjinë nga Tropoja, është arrestuar gjatë një aksioni nga forcat speciale të Tiranës, drejtoria nga ana e oficerëve të policisë Vlorë dhe Renea në kryeqytet, pra në Tiranë, në tentativë për të fshehur policisë dhe më pas për të larguar. Mendohet që ngjarja ka ardhur për pjesë të grupeve kriminale. Pra, Mandi, personi arrestuar personi arrestuar në Tiranë, Mehmetaj, është bashkëpunëtor duke ndihmuar pra personin i cili është në foto i maskuar dhe që dyshohet se është autori i krimit. Po, personi i cili është arrestuar është personi i cili ka ndihmuar autorin të largohet nga vendi i krimit, ndërkohë që në foto që kemi siguruar që është personi që është me kapele dhe me maskë dhe një marcube gjë që për të cilën sipas policisë ka patur pikërisht armën e krimit, është autori i dyshuar i ngjarjes së vrasjes së 58 vjeçarit të ndodhur mëngjesin e së dielës. Cila është pista e hetimit, le të themi më kryesore, se normal mund të ketë pista tjera e policisë së Vlorës deri tani? Që në momentin e parë në të cilën kemi raportuar, kemi në bazë normalisht në rrugë jo zyrtare nga ana e bluve të qytetit të Vlorës, dyshoj që 58 vjeçari ka qenë pjesë e ndonjë grupi kriminal në qytetin e Vlorës, secili ka qenë pozicioni i tij. Sipas policisë mendohet që mund të ketë qenë një ndër personat që mund të ketë patur dieni për ndonjë ngjarje të ndodhur më herë në qytetin e Vlorës, apo ndonjë person i cili mund të ketë shërbyer si informator i grupeve kriminale. Megjithatë, kjo është pista në cilën policia është duke hetuar dhe duke mbledhur akoma prova. Pasi burime jo zyrtare, por të rezervuar nga ana e grupit hetimor, më thonë se në momentin në cilën Elis Mehmetaj është arrestuar, i është sekuestruar edhe telefoni, çka policia mendon dhe ka bindje të plotë që mund të jetë drejt zbardhjes së kësaj ngjarje, ndoshta nëse kanë qenë edhe biseda komunikimi me persona të cilët kanë urdhëruar apo personi ose autori i cili mund të ketë të shkëmbyer SMS apo telefonata me personin i cili e ndihmoi për të ndjekur që tashmë për të larguar që tashmë është arrestuar nga policia. Ndërkohë, dyshimet e policisë, ju e thatë pra pistën e temi që po heton policia se 58 vjeçari i ndjer mund të ketë bashkëpunuar me grupet kriminale. Dyshimet janë se kjo është një vrasje me pagesë dhe e urdhëruar nga të tjerë? Mendohet që është një vrasje me pagesë, që është urdhëruar nga grupe të forta që ndoshta operojnë jashtë qytetit të Vlorës ose që ndoshta mund të jenë larguar nga qyteti i Vlorës. Megjithatë, këto janë burime nga grupi hetimor pasi asgjë nuk është zyrtare. Dihet që vrasja ka ndodhur normalisht nga vrasje me pagesë, duke parë edhe kronologjinë apo mënyrën se si ka ndodhur ngjarja, duke parë edhe investimin në të cilën personi i arrestuar, i ardhur nga Tropoja me targa të vjedhura, çka dyshoj që dhe automjeti që është larguar është i vjedhur, ka ndihmuar autorin për të larguar, autori i maskuar në atë vend, në atë banesë në të cilën edhe qytetarët vllonjat do ta kishin të vështirë për ta gjetur shtëpinë e të ndjerit, dhe jo më një person i cili ndoshta nuk është i Vlorës apo mund të ketë ardhur si qitës me pagesë.
pagesë. Ajo që ka policia kishte dyshime të plota që në momentet e para ishte që pikërisht atentatori ka qenë i stërvitur ose i paguar, duke qenë se 2 pluma ka dhe në kokë dhe 2 në tru për të siguruar që viktima do të ndronte jetë në vend. E qartë. Mirë, Mandi, unë të falenderoj. Nëse do të kemi të tjera detaje me njerë, do të lidhemi me ju në minutat në vijim.